Dorfi Gjermania. Zotri Asrit, me cilën parti do kandidoje nëse do kishte garuar si deputet? Unë kisha garu me Partinë Demokratike. Partinë Demokratike të Kosovës. Po nëse të kishte ardhur rasti, më udhëheq ndonjë ministri, cila do të ishte ajo? Unë e kisha udhëheq Ministrinë e Shëndetësisë, se e kanë bo lom. E kanë bo çka? Lom e kanë bo. Çka kishe bo se kishe marrë në dorë ministrinë? Mas pari, i kisha siguru me pas barna për gjithë qytetarët, me pas mos më varë qytetarët me shku me i ble vetë, e me pas bëll e jo me i vjellë si Arben Vitia, i vetë vendosis. Mirë tash, me cilën partis kështë liu asnjëherë me bo koalicion? PDK-ja? Kretjen shqiptar, po me këtu e kisha vequ veç vetë në dosë njëse du të me qitë në opozitë. Mirë, faleminderit shumë, zotri, faleminderit shumë. Gjithashtu.